Dashi, sot do të ndjeni si një detar në bregun e një aventure të re. Zemra juaj është e mbushur me emocion dhe dëshirë për të eksploruar mundësi të reja. Në dashuri, tregoni ndjenjat tuaja me të vërtetë, sinqeriteti juaj do të shpërblehet me një afrim më të ngrohtë nga partneri. Në punë, qëndroni të hapur ndaj ideve të reja që mund t'ju sjellin përfitime afatgjata. Financat tuaja kërkojnë pak kujdes sot, shmangni shpenzimet impulsive dhe reflektoni mbi prioritetet tuaja. Ndërsa dita përparon, lejoni vetes një moment qetësie për të mbledhur mendimet. Frymëzimi do të vijë nga qetësia e mendjes suaj, duke sjellë qartësi dhe rehati në shpirtin tuaj. Besoni në intuitën për të marrë vendime të rëndësishme. Demi, sot yjet ndriçojnë rrugët e tua me një dritë të butë e të ngrohtë. Ndërkohë që zgjohesh, një energji e re fillon të rrjedh brenda teje. Në çështjet e dashurisë, ndoshta është koha të tregosh më shumë ndjeshmëri ndaj partnerit. Një bisedë e ngrohtë mund të zgjidhë çdo keqkuptim dhe të forcojë lidhjen tuaj. Në punë, përqendrohu në detajet sepse ato mbartin çelësinë e suksesit tënd sot. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por një vendim i mençur mund të të ndihmojë të kursesh për të ardhmen. Mos lejo që shqetësimet e vogla të prishin harmoninë e brendshme. Bëj një pauzë për të reflektuar dhe shijo momentet e thjeshta, të cilat fshehin bukurinë e përditshme. Binjakët, në këtë ditë të bukur tetori, mund të ndihesh si një fletë që lëkundet butësisht ndonjëherë e lehtë. Energji pozitive do të përshkojë marrëdhëniet tuaja, duke ofruar mundësi për të lidhur më thellë me ata që do nevoja për dialog të hapur dhe ndjeshmëri do të mbështesë mirëkuptimin reciprok. Në punë do të kesh frymëzim për të realizuar një ide që ke menduar prej kohësh. Kujdesu të mos harrosh detaje praktike që mund të përmirësojnë rezultatet. Financat duket se po stabilizohen, por mos e tepro me shpenzime të pakontrolluara. Ndërsa perëndimi afrohet, gjej kohë për të reflektuar mbi qëllimet e tua dhe për të krijuar një plan të qartë për të ardhmen. 5 minuta meditim mund të sjellin qartësi të dëshiruar. Daforia. Dita e sotme do të sjellë emocione të thella dhe mundësi për reflektim të brendshëm. Ndërsa komunikimi me partnerin tuaj do të jetë i përzemërt, mos hezitoni të shprehni ndjenjat tuaja më të thella. Në punë, përqendrohuni në detaje dhe lejoni intuitën tuaj të udhëheqë. Një projekt që ju ka shqetësuar mund të marrë drejtimin e duhur nëse keni besim te vetja. Financat kërkojnë vëmendje shtesë, por me kujdes dhe planifikim do të shmangni surprizat e pakëndshme. Përdorni kohën e lirë për të lidhur me natyrën. Mirëshëtitjen e thjeshtë mund të rigjallërojë shpirtin tuaj. Kujdesuni për shëndetin mendor dhe fizik me një moment meditimi ose relaksimi të thellë. Ditën përfundoni me një buzëqeshje plot dashuri. Luani. Sot, energjia juaj do të jetë në kulmin e saj, duke ju frymëzuar për të ndjekur ëndrat tuaja me pasion. Në dashuri, shprehni ndjenjat me sinqeritet dhe shikoni se si marrëdhënia juaj lulëzon në dritën e re. Në punë, një ide e re mund të ndriçojë rrugën tuaj drejt suksesit. Zbulimi i saj kërkon vetëm pak guxim. Financat duken stabil, por është koha e duhur për të menduar për strategji afatgjata investimi. Mos harroni të kujdeseni për veten. Një ecje e qetë në natyrë do të rigjallërojë shpirtin tuaj dhe do të qartësojë mendimet. Zemra juaj rreh me ritme të reja, duke ju kujtuar se jeta është një baladë mrekullisht që pret të zbulohet çdo ditë. Ndiqni intuitën dhe besoni në forcën e brendshme. Virgjëresha. Me 29 tetor, harmonia në marrëdhëniet personale do të jetë prioritet. Bëj përpjekje për të dëgjuar me kujdes atë që partneri ka për të thënë, duke krijuar një atmosferë mirëkuptimi të ndërsjellë. Në punë mund të ndihesh paksa i lodhur, por optimizmi dhe përkushtimi do të ndriçojnë rrugën tënde. Mos hezito të kërkosh ndihmë nga një koleg i besueshëm nëse ndihesh i mbi ngarkuar. Financat do kërkojnë vëmendje të veçantë dhe është koha e duhur për të rishikuar buxhetin. Shmang shpenzimet e panevojshme dhe fokuso në ruajtjen e stabilitetit ekonomik. Ndjesitë e përgjithshme do të jenë të qeta dhe të ekuilibruara, duke të dhënë mundësinë të reflektosh thellë mbi qëllimet e tua. Ndize ditën me një filxhan çaj të ngrohtë dhe momente introspektive. Peshorja. Dita e sotme sjell harmoni dhe balancë në zemrën tënde, duke të frymëzuar për të ndarë dashuri dhe mirësi me ata që të rrethojnë. Një bisedë e sinqertë me partnerin ose dikë të afërt do të ndihmojë të zgjidhni çdo mosmarrëveshje të vogël. Në punë, qëndro i përqendruar dhe mos u shpërqendro nga detajet e vogla. Mbaj mend se ndonjëherë heshtja flet më shumë se fjalët, prandaj dëgjoj me kujdes kolegët. Financat do të kërkojnë vëmendje, përpiqu të mbash nën kontroll shpenzimet e panevojshme. Zemra të thërret të kujdesesh më shumë për veten, ndoshta një meditim ose ecje në natyrë do të ndihmojë të gjesh qetësinë. Mos harro të shijosh kënaqësitë e vogla të ditës që të bëjnë të ndihesh i plotë. Akrepi.
Ditën e sotme, zemra jote kërkon thellësinë dhe intimitetin në marrëdhënie. Merr kohë për të biseduar hapur me partnerin, duke ndarë ndjenjat dhe aspiratat. Në punë, ndjen një frymëzim të ri që të shtyn drejt projekteve kreative. Mos hezito të ndash idetë me kolegët, bashkëpunimi mund të sjellë zgjidhje të papritura. Financiarisht, një mundësi e re mund të të shtrohet para, por sigurohu të analizosh çdo detaj para se të ndërmarrësh një hap të madh. Sot, energjia e natyrës të fton për një ecje në ajër të pastër, duke të dhënë qetësi dhe inspirim. Kujdesu për veten, ushqehesh mirë dhe pije shumë ujë. Ndjenja e mirëqenies do të përshkojë çdo aspekt të ditës dhe çdo hap që do të marrësh. Shigjetari. Ditët vjeshtore mbartin energji të reja dhe sot do të ndihesh veçanërisht i frymëzuar. Në dashuri, hap zemrën dhe lejo veten të ndjesh plotësisht emocionet. Një bisedë e thellë mund të sjellë afërsi të papritur me partnerin. Në punë, dëgjoj instinktet e tua dhe mos hezito të propozoj ide të reja. Kjo mund të hap dyrë të reja. Financat duken të qëndrueshme, por shmang shpenzimet e panevojshme dhe kursimet do të shpërblejnë. Kujdesu për ndjenjat e brendshme dhe gjej pak kohë për të medituar. Ky është një moment i mirë për të reflektuar mbi shtegun tënd të jetës dhe për të bërë plane të reja. Natyra të thërret ndaj një shëtitje në natyrë do të rigjenerojë shpirtin. Britsjapi. Në këtë ditë, qielli i vjeshtës të mbush me një ndjenjë të re qetësie dhe reflektimi. Ndonjëherë është e rëndësishme të marrësh një hap prapa dhe të vlerësosh rrugëtimin tënd. Në dashuri, ndjenja e ngrohtësisë dhe mirëkuptimit do të zërë vendin e parë, ndaje kohën për të dëgjuar partnerin tënd. Në punë, fokusohu te detajet e vogla që mund të bëjnë diferencën në projektet e tua. Financat duken stabil, por ruaj të njëjtin ritëm kursimi, duke shmangur shpenzimet e panevojshme. E ardhmja është e ndritur, por kujdesu që të ndjekësh intuitën tënde të fortë. Sot është një ditë e mrekullueshme për të kaluar kohë në natyrë, për të rigjeneruar energjitë dhe për të gjetur qetësinë e brendshme. Ujori. Dita e sotme premton përvoja të ndritshme dhe mundësi të reja në horizon. Në punë do të përballesh me një sfidë të vogël që kërkon kreativitetin tënd të natyrshëm. Besoj instinkteve dhe ki besim në aftësitë e tua për të gjetur zgjidhjet e duhura. Në dashuri është koha për të dëgjuar zemrën dhe për të ndarë me partnerin ndjenjat e thella. Mos hezito të shprehesh, komunikimi është çelësi. Financat kërkojnë një sy të mprethë, ndaj shiko për mundësi kursimi dhe investimi që mund të sjellin përfitime të mrekullueshme. Kujdesu për mirëqenien tënde emocionale dhe kërko qetësi në natyrë ose në një libër të preferuar. Dita përfundon me reflektime të thella dhe një ndjenjë të ngrohtë të përmbushjes shpirtërore. Peshqit. Dita e sotme sjell një frym të re në jetën tuaj, duke ndriçuar rrugët që më parë dukeshin të mjegullta. Marrëdhëniet janë në qendër të vëmendjes dhe një bisedë e thellë do t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë ndjenjat e një personi të dashur. Nëse ndjeni nevojën për të shprehur kreativitetin tuaj, mos e shtyni më tej, sepse energjia juaj është më e fuqishme se zakonisht. Në punë, qëndroni të hapur për mundësi të reja, edhe pse mund të duken sfiduese në fillim. Nga ana financiare, shmangni vendimet impulsive dhe fokusohuni në krijimin e një plani afatgjallë. Kujdesuni mirë për veten fizike dhe mendore, një shëtitje e shkurtër ose leximi i një libri të preferuar do të bëjë mrekulli. Ndiqni intuitën tuaj, sepse ajo ju udhëzon drejt rrugës së duhur.